Si që jemi neve. Mos se ti e më i zgjuar, domethënë, se ç'po paraqitesh edhe nga ana juridike. Nuk po dalin ata mondi të bëjnë gogolin dhe të vënë për gjusit e tjerë e tjerë. Jo, e ke shumë gabim. Ata janë gatishmëri. Kjo quhet task force. Ngrirë po task force, gjithandej. Task force për doganat. Një muaj rresht rin nga Tirana në doganën e KKV-s e tjerë e tjerë. Tani kemi zgjedhje. Prokuroria, së bashku me prokurorinë e posaçme, me prokurorinë tjetër, me policinë e shtetit, me KQZ-n, kanë ngritur një task force. Çka ka këtu për të shqetësuar? Tani, po nuk shkon më boli. Po nëse ky është mendimi im. Në qoftë se i vjen indicja që Poli me një çantë me para po shkon te ky kandidati ose po shkon te kjo shtëpia ose po shkon te ky fisi. Si mos e vër në përgjim ai? Edhe mos e ndjek, mos e vëzhgoj. Në qoftë se ka indicion që 5 biznesmen me çanta apo edhe me llogari bankare nuk ka rëndësi, po shkojnë te Partia Socialiste, te PD-ja, te Kudiun se të këta janë. Dhe aty kanë qef të shkojnë, sepse ngjajnë si më të mëdhenj. Atëherë mos i jetoj këta, mos i përgjoj këta. Qëndryn. Ka ligj për financimin apo s'ka? Si bëhet financimi? Pse ato që deklarojnë në KQZ, si dim ne mund, ato që deklarojnë në KQZ janë. Si do e kapi financimin? Nuk e di si do ta kapo mund mos kërkon llogari, ai po tenton ta bëj. Ti je disfatist. Unë them shumë mirë që dalin. Po jo më unë po eci o poli, dëgjoj mondin tani, se ne jemi ti e di shumë mirë atë mendimin tim. Unë i rri asaj pjesës juridike. Dëgjoj mondin, që të kapësh ti një krim ekonomik për financime të paligjshme, dëgjon? Në qoftë se ai jep në dorë. Në qoftë se ai jep në dorë, s'ka ku e kapi spaku gjallë në botë. Problemi është të gjitha të ardhurat që japin biznesmenet për kandidatën ndryshëm brenda kuotës që e parashikon ligji. Po jo është fjore, më nuk po flasim, nuk ka dalë spaku për të kontrolluar ligjin. Është tjetër. Po çka ka dalë spaku më? Nëse Arbër, tani, kjo është një sfidë. Tani neve duhet pranojmë se sipas mondit, mondi e pranon që fenomeni ekziston. Po ekziston, ta them që ekziston. Unë e pranoj që fenomeni ekziston. Po pra, por çfarë ka ndodhur? Policia jo vetëm që se ka bërë këtë punë që ja jep ligji, prokuroritë e tjera jo vetëm që se kanë bërë, por madje e ke parasysh që kanë mbuluar e tjerë. Dhe tani çfarë ndodh? Ndodh që po vjen një ditë që dhe ne si Kosova, si Maqedonia e Veriut, si Maliziu, nuk po themi për Europën, mos guxoj njeriu më burr të merret me këtë punë, sepse ka dhe hanxhi. Ka dhe një strukturë që zbaton ligjin për këtë gjë. Dhe kaq e thjeshtë është kjo. Tani, do zoti këta nuk bëjnë asgjë në 11 maj dhe spaku thot, ne vëzhguam, nuk kapëm gjë. Do dalë ai humsi dhe do thot ti dole kot, bëre të kundërtën e tjerë. Ne këto bishrat, por shqyr zotit që ta kam thënë dhe është vërtetuar që ata nuk dëgjojnë politikën, as neve që po flasim këtu. Ai doli në konferencë për shtyp Dumani, lexoi ligjin, lexoi gjitha veprat që i kanë, bashkëpunimin, BKH, polici. Kështu që në këtë kuptim, kjo është për të përshëndetur. Dhe u bë një keq kuptim aty sikur po flisja unë për përgjimet e Encrociatit. Ato janë të kohës së shkuar, ato të tregojnë panoramën. Ata nuk po shkojnë në kot, ka një panoramë se ai grupi organizuar në Shkodër që është marrë me zgjedhjet, ai aty është. Siç e ka bërë 2021-shin do tetoj ta bëjnë edhe në 2025-ën. Me X parti apo X parti se këta dhe ndryshojnë dhe ka, nuk kanë lidhje fare për tepër. Çështja siç e ka bërë në Elbasan, siç e ka bërë në Shiaku që është vërtetuar, ti ke çyrben aty brenda. Pse si ishte çyrbja vajti për ca gjëra kot, edhe përfundoi për krim zgjedhor aty brenda. Çfarë ishte mundi ajo? Apo duhet ta bëjnë një këta mundi? Të zihen këto partit mos lojnë zgjedhjet, të çapraliten, edhe pastaj pas 5-4 vjetësh spaku ta marrë çyrben dhe ta fus brenda. Jo valla, ka mundësi që ta kap në flagrancë atë ditë, sepse do vendoset një numër siç e ka DEA. DEA është agjencia më specializuar në botë kundra krimit për drogën konkretisht dhe kokainën. Dhe erdhi në Shqipëri dhe ka nxjerrë numër aty dhe thot, Poli, po të kesh një indicio dhe spaku për këtë, ka nxjerrë një numër. Ke një indicio te pallati im, shkruan qytetari, po shpërndajnë lek më vëlla ditën e zgjedhjeve. Çka ka këtu spaku? I thot policisë, policia këtu nuk lëviz dot. I thot BKH-s, i thot prokurorisë së Tiranës. Çka ka këtu?
Qa ka këtu do më thënë që Spaku del me task force në bashkëpunim me prokuroritë e rretheve dhe me policinë. Pra kjo është ajo marrëdhënia. Pra. Tani këto kanë qenë tërë kohën, nuk është se s'kanë qenë, tani vetëm thjesht është ushtuar struktura posaçme. Po s'kishte spak atëre mundi. Është ere parë që spaku... Po kishte krimet e rënda, atëre krimet e rënda nuk u përfshin tani. Ore, po kishte krimet e rënda, po nuk ishte asnjë... Nuk është ky fenomeni, problemi është... Shiko, ku dua të dal unë? Unë dua të dal te pjesa e asaj volumit të cilit ka struktura posaçme sot, me fjalë i duhet dhe një fuqi shtesë tani të dalin në terren të monitorojë këto situata. Okej, në qoftë se është emergjente situata, spaku mund dali. S'ka më emergjente se vota. Mirë. Kjo votë na i Ta bëjmë pak më konkrete diskutimin. Petraj dhe Poli, çfarë po ndodh